në lidhje me vendimin e prokurorisë publike për të ngritur akt akuz ndaj ish-ministrave të ekonomisë, Bashkimi Demokratik për Integrim tha se është drejtësi selektive dhe se prokuroria e ka humbur pavarësinë e saj. Nga kjo parti thonë se prokuroria është e kapur dhe po shënjestrohen personalitetet të zëshëm nga komuniteti shqiptar. Bashkimi Demokratik për Integrim me shqetësim të madh ndjek vendimin e prokurorisë publike për të ngritur akt akuz ndaj ish-ministrave të ekonomisë, Kreshnik Bekteshi dhe Valon Saraqini, në lidhje me rastin Koçani. Kjo drejtësi selektive dhe veprim i qartë me motive politike përfaqëson edhe një dëshmi tjetër se prokuroria jo vetëm që e ka humbur pavarësinë e saj, por është shndëruar në një instrument për përpjekje politike dhe inxhinieri zgjedhore. Qëllimi është i qartë, ndikimi drejt për drejt mbi zgjedhjet lokale dhe heshtja e mediave kritike përmes shënjestrimit të personaliteteve të dalluara dhe zëshme nga komuniteti shqiptar. Prokuroria e ka humbur plotësisht besueshmërinë e saj, duke mbrojtur funksionarët e qeverisë, ndërkohë që bashkëpunon me qendra jo formale të pushtetit për të montuar raste kundër ish-ministrave dhe kundërshtarëve politik. Nga BDI thonë se do të ndërmarrin të gjitha hapat demokratik dhe politik për të mbrojtur zërin e shqiptarëve, integritetin e procesit zgjedhor dhe parimet e drejtësisë dhe shtetit ligjor. Po ashtu bëjnë thirrje për reagim të menjëhershëm nga bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht nga institucionet që ndjekin reformën e sistemit të drejtësisë, që të mos heshtin përballë abuzimit të dukshëm të institucioneve për qëllime politike.